Në kuadër të pelegrinazhit disa ditor në malin e shenjtë të Tomorit, që mbledh mira pelegrin nga i gjithë vendi dhe jashtë, kreu i kryegjykatës botërore të Bektashinjve, Baba Edmond Brahimaj, tha se pelegrinazhi në malin e shenjtë për ta është mbi të gjitha një udhëtim shpirtëror. Baba Mondi theksoi se Shqipëria ka nevojë për më shumë dialog dhe tolerancë, ndërsa një mesazh e pati edhe për besimtarët Bektashinj. Ritualet kryesore të pelegrinëve zhvillohen pranë teqes të Kulmakut dhe në çukën e Abazaliut, ku kryhet riti i qenxhit të Kurbanit dhe ndizen qirinj, rituali i cili përfundon më 25 gusht. Besimtarët luten për paqe dhe mirësi, duke shënuar një nga ngjarjet më të mëdha shpirtërore të komunitetit bektashian në vendin tonë. Në këtë mal të lartë, pranë vendit të shenjtë të Abazaliut, mira besimtar njiten çdo vit me zemër të hapur, me lutje dhe me shpresë. Ata sjellin këtu dashurinë për Zotin, për familjen, për kombin dhe për të mirën. Pranë Abazaliut, njeriu kujton se jeta është një udhtim, se çdo gjë kërkon përpjekje, dhe çdo gjë lartësi arrihet me besim, durim e sakrificë. Pelegrinazhi i Abazaliut është një nga shprehjet më të rëndësishme dhe më të bukura të traditës shpirtërore. Ai është një udhtim i trupit, por mbi të gjitha është udhtim i shpirtit. Ngjitja drejt këtij mali simbolizon përpjekjen e njeriu për të ngritur mbi dobësitë e veta, mbi përçarjen, mbi egoizmin dhe mbi çdo pengesë që larson nga e mira. Emri dhe kujtimi i Abazaliut na sjell përpara vlera të mëdha njerëzore e shpirtërore, sakrificën, besnikërinë, guximin, drejtësinë dhe mbrojtjen e të vërtetës. Këto janë vlera që nuk i përkasin vetëm një kohë apo një brezi. Janë vlera që duhet t'i ruajmë dhe t'i përcjellim brez pas brezi të gjithë atyre që vinë pas nesh. Prandaj pelegrinazhi ynë nuk duhet të jetë vetëm një traditë që përsëritet në çdo vit. Ai duhet të jetë një moment reflektimi, pastrimi dhe ripërtëritje shpirtërore. Duhet të largohemi nga ky mal më të mirë, më të bashkuar, më të dëruar, më të gatshëm për të shërbyer njëri tjetrit. Sepse besimi merr kuptim kur zhdurohet në vepër, lutja merr vlerë kur shoqërohet me dashuri, besimi ndaj Zotit shprehet edhe me respektin ndaj njeriut, me ndihmën ndaj të dobtit, në kujdesin për familjen dhe në përpjekjet për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më njerëzore, më paqësore. Të dashur besimtar, një nga bukuritë më të mëdha të këtij pelegrinazhi është se këtu takohen njerëz të ndryshëm, nga qytete e krajina të ndryshme, nga troje shqiptare dhe nga vende të ndryshme të botës. Këtu na bashkon një gjë shumë më e madhe se dallimet tona, besimi në paqe, dashuri për njeriu dhe respektin për atë që është e shenjtë. Pelegrinazhi i Abazaliut është gjithashtu një dëshmi e gjallë e një prej pasurive më të mëdha që ka Shqipëria, bashkëjetesës dhe harmoninë ndërfetare. Ne kemi dëshmuar dhe duhet të vazhdojmë të dëshmojmë se besimi nuk është mur që ndan, por ur që bashkon, se ndryshimi nuk duhet të jetë për shkak për përçarje, por një mundësi për të njohur dhe respektuar më shumë njëri tjetrin. Nga ky mal i shenjtë dëshiroj t'ju drejtohem sot të gjithë shqiptarëve, të mos e humbin kur dashurinë për njëri tjetrin, të mos lejon që dallimet politike, shoqërore, ekonomike apo të tjera të na bëjnë të harrojmë atë që na bashkon. Të ruajmë familjen, respektin, fjalën e mirë dhe nderin. Të kujdesim për fëmijët, të antë për të moshuarit, për njerëzit në nevojë dhe për çdo njeri që kërkon ndihmë dhe dorën tonë. Shqipëria ka nevojë për më shumë mirëkuptim, për më shumë dialog, për më shumë dashuri, për më shumë besim.